Prokuria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka hapur parahetim për dyshime serioze për kopim të paautorizuar të dhënave nga sistemi informativ i kabinetit të presidentes së Maqedonisë së Veriut. Rasti është iniciuar më 18 dhjetor 2025 pas informacioneve të marra nga MPB për një incident të ndodhur më 24 nëntor të njëjtit vit, ku dyshohet për ndërhyrje në sistemin kompjuterik shtetëror. Në kuadër të hetimit, prokuria ka kërkuar kontroll të sistemit kompjuterik në presidencë dhe ka urdhëruar analizimin e kompjuterëve dhe laptopeve të dorëzuar nga kabineti i presidentes në MPB. Në fillim të vitit të 2026, pas marrjes së njoftimit se kabineti i presidentes nuk disponon më kopje të video mbikëqyrjes, pasi pajisja është furnizuar përmes SHPPP, ndërsa kompetenca për përdorimin dhe ruajtjen e regjistrimeve është e MPB. Prokurori publik i Lëndës ju drejtua edhe SHPPP-s edhe MPB-s për sigurimin e tyre urgjent. Nga SHPPP u morë njoftim se institucioni nuk disponon më video regjistrime, por se kompetenca e tyre ka të bëjë ekskluzivisht me furnizimin e pajisjes, ndërsa ruajtja dhe disponimi me kopje të regjistrimeve është në kompetencë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pavarësisht kësaj, nga ana e MPB-s, deri më sot nuk janë dorëzuar informacione kthyese as njoftim për veprimet e ndërmarra lidhur me sigurimin e kopjeve të video mbikëqyrjes. Nga prokuria shtojnë se më 16 mars 2026, MPB ka dorëzuar vetëm një pjesë të informacioneve që lidhen me sigurimin e qasjes në të dhënat e kriptuara nga pajisjet kompjuterike të analizuara deri atëherë. Në ndërkohë, prokurisë janë dorëzuar dhe 2 telefona mobil të konfiskuar nga personi denoncuar, për të cilët është kërkuar analizë dhe ekstraktimi të dhënave në qendrën hetimore të prokurisë. Pastaj, më 25 mars 2026, duke pasur parasysh seriozitetin dhe ndjeshmërinë e Lëndës, prokurori publik i dërgoi MPB-s sektorit për krim kompjuterik urdhër për analizën e të dhënave nga telefonat mobil, si dhe analizë të përbashkët të dhënave të nxjerra nga pajisjet kompjuterike të përpunuara në qendrën hetimore të OJQ-s për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit. Për më tepër u kërkua edhe analizë e veprimit sipas urdhrit gjyqësor për kthyrje dhe kontroll në sistemin informativ të kabinetit të presidentes, me detyrimin që prokurorisë të dorëzohet njoftim për provat e mbledhura. Por pavarësisht seriozitetit të rastit dhe dyshimeve për një skandal të mundshëm spionazhi në presidencë, prokuria thotë se deri më sot nuk ka marrë nga MPB as rezultatet e analizave dhe as provat e mbledhura gjatë hetimit. Por në një përgjigje për këtë çështje nga MPB i than televizionit 21 se sektori për krim kompjuterik tashmë po vepron sipas 2 urdhrave të marrë nga prokuria, me të cilët kërkohet që të bëhen analizat e materialit provues elektronik. Shtojnë se aktualisht është në vim analiza e të gjitha provave elektronike që janë nxjerrë nga pajisjet e konfiskuara. Theksojnë se bëhet fjalë për një sasi më të madhe të materialit, për të cilin nevojitet periudhë më e gjatë kohore. Sipas MPB-s, analiza është në fazën përfundimtare dhe në periudhën në vijim i gjithë materiali provues do t'i dorëzohet prokurisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit.